Ja ku kthejmë përsëri, vazhdojmë debatin me të ftuarit në studio. Lloj Dinosha, nëse juve jeni dakord, siç janë pak dhe tjera që Unioni Demokratik do të po më thosh, është dakord që të kemi komunë të mëhershme, nëse shqiptarët janë të bashkuar, shteti Mallezi, a jemi ato në parlament? Janë parametra, janë rregulla. Tash është faza e projekteve për qeverisje lokale, ndrimit të ligjeve për qeverisje lokale edhe për organizim territorial të Malit të Zi. Unë kam parë projektet dhe i kam parë në një fazë që nuk është e vonë për të reaguar dhe e kam parë se në to nuk ka brum që siguron qeverisje lokale për Tuzin si qendër të Malësisë. Nuk ka brum. Dhe ju siguroj se po nuk pati ndryshime në këtë qasje tashme, reagimi im, edhe si parti, edhe si person, edhe si pozit ku jam tash, do t'jetë në favor të kësaj treve, por nuk duhet jam ai i cili ju flet jo sinqerisht atyre me të cilët jeton, sipas bindjesime, unë nuk i flas fëmis tim, se ke nesër diçka që s'mund t'ja siguroj. Nuk jam i tillë, edhe ju siguroj se po i çelëm letrat, maksimalisht, po folëm sinqerisht me njëri tjetrin, t'i lëm malazezët, t'i lëm amerikanët, ne do të vinim konkludim se na duhet një fazë kalimtare gjatë të cilës do të pjekeshim më tepër për komunë plot. Kjo fazë kalimtare, a do t'ishte një mandat, t'ishte provuar si duhet ky mandat, ky kishte treguar në se ligji siguron po ashtu me nen, rishqyrtimin e këtij statusit. Është neni i ligjit po ashtu. Këto janë bërë me ndërmjetësim amerikan, unë e them. Kush kanë qenë pala shqiptare në Unioni Demokratik i Shqiptarëve, Ferhat Dinosha. Trekëndshi ka qenë konsulli amerikan në Podgoricë, aso kohë Amerika kishte konsul këtu. Zoti Hojt Brian Yi, i cili tash është në Selanik, e kam parë edhe vonë, ka pyetur për rrjedhën e precjen e këtij statusi, komunës urbane. Nga ana e pushtetit në Malë të Zi ka qenë kryetari aktual i shtetit, zoti Filip Vujanović, dhe në emër të Unioni Demokratik të Shqiptarëve, si parti e cila ka përkrah këtë projekt pilot si fazë kalimtare, kam qenë unë. Dhe është prodhuar drafti i dytë i statusit, drafti i parë ka qenë diçka tjetër. Shumë më i pa favorshëm. Me qenë se këto, vetëse një do të kishë parasysh që ne do dalim me një përfundim në Dinosha një mesazhe, një mesazhe, po do të thosha që çfarë nuk është realizuar, dhe ta dim çfarë nuk është realizuar dhe vazhdojmë përpara, ashtu mbem para sepse erdhi në zgjedhje. Ose çfarë mund të bëni bashkëpunim, diçka një afrim mes jush. E vërtet është ajo që thotë zoti Dinosha se është një pikë e përcaktuar në ligj ku plani urbanistik kuvendi i komunës urbane Tuzit jep përcim në procesuim të mëtejshëm. Mirë po çka ndodh? Kuvendi i këtij lloji organizimit, pushteti vendor, pra i kësaj komunë në insistimin tim, unë propozoj në rendite që të shqyrtojnë mundësinë e prurjes së një vendimit për hartimin e planit urbanistik për Tuzin. I lutem, Tuzin e kemi shoh sa i takon kësaj problematik totalisht të pazgjedhur dhe kemi shumë probleme. Qytetarët tonë i lëmë investitorët për diasporët, me lënë duan të punojnë, të veprojnë, të zhvillojnë afarizmin. Dhe çka ndodh? Nuk ka urbanistik të hartuar dhe bagerat eskavatorët vinë prej Podgoricës dhe ja urxojnë njerëzve. Kemi raste sa përdoni. Pra, ky kuvend bjen vendim dhe që Tuzit t'i hartohet urbanistika, pra plani urbanistik dhe të njëjtin dokument e dërgojnë me adresa relevante në kryeqytet. As sot e kësaj dite nuk kemi përgjigje në lidhje me këtë gjë. Por ato gjëra do t'i rregulloj plani hapësiror i kryeqytetit Podgoricës. Ndërkohë, Podgorica për shkakun
në tredhen e Dinoshës, vetëm kryebashkiaku pa konsultime kur fare. Vetëm një ditë kur kem pa në gazet ka pru vendim që të hartohet plani urbanistik për Dinoshën. Shmoj se jo për Dinoshën dhe interesin e dinoshianëve as fort, megjithatë ke parashihet një zonë gjelbrimi, ku të diun një objekt social e kështu, por në të njëjtën kohë në 18.5 hektar parashihet të ndërtohen të përcaktohet trolli për ndërtime shtëpiash. Po të kesh bjërë në mëndje, zotin Dinosha avancovi dhe më tej, edhe dhaj mesazh që edhe mund të regulohet, mund bëhet kërkesa për ligjin, dhe mund shohet drejt edhe me komunë me plot. Kështu që unë kam mendimin që mos merrni brenda vetes çka nuk keni bërë, por çka do të bëjmë. Unë do të them. Do të flasim të Nuk vazhdojmë pësasë. Ajo që është e fundi, do të thotë nga unë, është jo qëllimi që të konfrontohem personalisht apo familjarisht me bindjen apo ata që jemi të një vendi, një trolli, unë dhe zoti Dinosha, por politikisht do të thotë në disa aspekte diametralisht kundër. Do t'ja filloj atje ke fundi kur thotë se duhet të flasim realitetin spari fëmijëve tonë. Do të thotë se ne këtu që kemi një bindje për komunë plot, flasim prallë fëmijëve tonë. Unë do t'i kthem atë kështu. Ne mendojmë se realiteti jon është që ma mirë t'i fitojmë 2 milion dhe të disponojmë dhe të kalkulojmë ne me 2 milion euro në vit buxhet, se të në jam dikush apo të presim lëmoshin e dikuj që nuk ndodh. E zoti kryetar ka nënshkruar për vitin e kaluar nga 4 milion vetëm 281.000 euro. Do të thotë 10%, shajtë them 8%. Aspekti 2, kur thojmë flitet për komunën e Plavës dhe kapacitetin e saj, pikrisht dëshmon ata që ne e themi, e kemi thënë edhe në elaboratin e vitit 1993. E thonë edhe ekspertët që kanë tentuar dhe e besoj që me një përmirësim 8 vogël, është fort mirë e thënë se spaku 7 deri në 10 komunat të sotme në Maltëzi do të gjenden mrapa komunës së plot të Maltësisë me qendrën në Tuzë. Dhe që është e treta, do të thotë, a kemi ne kapacitet të ndikojmë në planin hapësinor, pak e tha kryetari. Kemi kyçje, sidomos në investimet kapitale, për cilat Podgorica hiç jo se nuk pyet i jepi pëlqim kuvendi, se kuvendi është organi që i sjell politikisht vendimet. Kryetari është ekzekutivi dhe është sipas ligjit mbi kryeqytetin ai që është përgjegjës për të hollë. Asnjë prej këtyre do të thotë nuk qëndron. Dhe ne dëshirojmë atë të fjalës popullore, zogun në dorë e jo plumbin në ajër. Ky është qëllimi jon dhe ajo që është e fundit. Po vazhdojmë me testimet e këtilla. Do të bëja një pyetje juve, pasi pak a shumë e konsumove mendimet në vetë. Nëse Unioni Demokratik, pra i zot Dinosha, do të bashkohen mendimin tuaj të komunë të plot. Komuna do t'ishte. Do t'ishte. Ta provojmë së bashku. Je sigur? Shqyqoni. Po më shtetë dhe unë nuk duhet ju marrë kohë, por zotëria, Gojqa e... Jo, do na ju, prije. Jo, Ta me svete do na ju. E thamë se nuk është në pajtim me kushtetutëm, se me qeverisje lokale Po si më da vëzoni? mund të realizojmë ka 3 mënyra. Mënyra e para është absolutisht vullneti politik i shumicës parlamentare dhe njohja e kësaj të drejte me ligjin mbi organizimin territorial të Malit të Zi. Dhe nuk kemi atëherë kohë, as kemi nevojë për të shpenzuar fjalë, nuk e di çka, por do të fitoj në seancën e parlamentit të Malit të Zi. Dhe një tjetër, ministri apo Ministria mbi lirinë dhe drejtat e Pakicës, për mbrojtjen e lirive dhe drejtat e Pakicës, nëse nuk e jep mendimin pozitiv ndaj ligjeve që tangojnë dhe qeverisja lokale tini bindur sipas kushtetutës Malëzi si aktit më të lartë juridik, por edhe sipas kartës evropiane mbi qeverisje lokale dhe konventës korniz mbi mbrojtjen e të drejtave të Pakicave. Ka të bëjë me liritë dhe drejtat elementare, njerëzore dhe qytetare, por kolektive. Ne këtë drejt do të gëzonim
edhe me qytetarët e tjerë këtë punë e malësi. Gjergji, Na i dim se çfarë qëndrimit ka edhe alternativa, edhe perspektiva, edhe Unioni Demokratike Shqiptare. Unë mendoj se ndoshta është më mirë sot diskutohet si mundën na ta gjejmë gjuhë të bashku, ta gjejmë një mes diku ku mund të afrohna. Ndoshta ka subjekte politike të cilat janë shumë më tepër të informuar se sa të tjera. Edhe të rritë bisedojnë ku mund na me ardhe një mes, edhe në që mënyrë mund na me ardhe më lehtë edhe më shpejt drejt e komunat plot. Ajo është mendimi jashtë, edhe unë mendoj se na gjithë bashku duhet punojmë në drejtim. Se vetëm në atë mënyrë mendoj se mund të arrijmë ata çka e dëshirojnë tonë çka tha zoti Dinosha. Se ata janë. ju keni mendimin se në rast se zoti Dinosha është pro komunës të plot të menjëhershme, edhe kjo fitohet? Pa jo, nuk kisha me thënë se është të drejtë. Ashtu është se kisha me dashur zoti Dinosha të përkrahtë komunën e plot. Pas paku të provojmë udhëtin e partisë në pushtet. Në topa dhe ka zonë nga dishmeri për të Unë vetëm të shtoja se në qoftë se nisemi nga historiku i qeverisjes lokale të shtetit të Malit të Zi, që nga viti 1960 nuk ka ndodhur ndonjë formim, veç një komunë është formuar që nga ajo kohë. Pra, gjysmë shekullit ky shtet e ka mbyll çelësin e decentralizimit të pushtetit qendror drejt qeverisjeve lokale. Kjo unë e besoj se as Bashkimi Evropian ka ky shtet synon të shkojnë dhe po vazhdon aktiviteti i tij drejt Brukselit. Unë besoj se kjo nuk do të jetë e pëlqyeshme as për qarqet e Europës, jo se jo të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra, sidomos kur merret e shpaloset propozim ligji i ri, kushtet, parametrat të cilët ai parashef që në të ardhmen formimin e komunave të reja, ajo është atëherë jemi të gjithë larg asaj, jo vetëm ne këtu, por edhe nëse gjysa apo 3 hisët e komunave aktuale sipas tyre duhet ta mbyllin derën me po komunë kur kush nuk e kthen. Jo nga fakti se dikush gëzon postin atje, por komunat janë një gjë elementare, drejt e tha zoti Sinishtaj, e drejt e njeriut në një korpus të drejtave që i ofron. Do shkojmë vonë në Qasit. alternativat që janë më të mundshme. Por do të kalojmë në publicitet dhe do të kthehemi përsëri. Shikues nderuar, kthehemi pas pak.